Në ambientet e auditorit të gjimnazit atë Pjetër Mëshkalla u promovua libri Pietro Marubi dhe lindja e studios së parë fotografike në Shqipëri e autorit Lucian Bedeni. Pas një pune kërkimore shumë vjeçare, ai sjell për herë të parë një studim të thellhuar mbi jetën, veprën dhe trashëgiminë e Pietro Marubit, fotografit italian, që themeloi studion e parë fotografike në Shqipëri dhe holli themelet e traditës së njohur shkodrane në artin e fotografisë. Akademik Stefan Çapaliku dhe doktor Primož Llaku ndan me publikun reflektime dhe vlerësime mbi librin dhe figurën e Marubit, një personalitet që la gjurmë të pashlyeshme në kulturën vizuale shqiptare. Është një krenari për qytetin ton, për Shkodrën, është një krenari për te Shkodrës, është një krenari për Shqipërinë, është një krenari për rajonin. Ne në përgjithësi në shekullin e 19 kur është shfaq Pietro Marubi këtu, ishim në një situatë errësine, për shkak se shqiptarët e kishin humbur njësinë e perspektivës në peranërinë osmane, nuk shikoshin dritën në fund tunelit, pra kishin humbur në terr. Dhe vjen një italian, një djalosh italian, bashkë me zonjën e vet, në këtë qytet, dhe japin një shkëni drite. E kjo shkëni drite është fakti se sjellin me vete një prej shpikjeve më të mëdha të kohës, siç ishte fotografia. Në përgjithësi, shpiket e mëdha të shekullit 19 kanë ardhur shumë vonë në qytetin tonë. Pietri fillon të kuptojë se përtej biznesit, përtej faktit se ka hapur një studio me cilën siguron bukën e gojës për familjen e vet, ai po bate një shërbim të madh historisë së këtij vendi. Është një libër i cili në mënyrë indirekte pasqyron historinë e Shkodrës. Pa, cila ishte Shkodra e gjysmës e viteve 1856, si ishte gjendja e këtij qyteti. Pietro Marubi lidhte botën shqiptare në një kohë të pamendueshme me një shpikje, me një invencion, me një inovacion të madh të epokës, siç ishte fotografia. Qytetaria shkodrane ka pas një smundje të përjetshme, që nuk i ka aty për aty inovacione. Dhe fakti që dinastia Marubi vazhdoi me disa fshatar të ardhur nga zona e Zadrimës, dhe jo me disa qytetar të Shkodrës, tregon se në të mirë të kësaj tezës time, se Shkodran kanë qenë skeptik. Botimi sjell dokumente dhe të dhënat panjohura më parë nga arkivat italiane, ruse, turke, kroate dhe britanike, që hedhin dritë mbi identitetin, jetën dhe rrugtimin e Marubit nga Italia në Dalmaci, Greqi dhe më pas në Shkodër, ku ai do të vendoste themelet e një tradite fotografike që do të ndikonte brez pas brezi. Nuk po flasim për një italian që na vjen në Shkodër si fotograf. Ai vjen si piktor dhe si arkitekt. Është vetmja figurë e cila është e shkolluar. Ka një arsimim në arte. Kështu që Marubi na vjen i tillë në Shkodër dhe më vonë ai vendos që të fillojnë aktivitetin e tij si fotograf. Ne kemi quajtur ndonë Marubi ndër vite karbonar. Nuk ka asnjë lidhje Marubi me karbonerinë. Karboneria lind në vitin 1805. Marubi lind në vitin 1832. Nuk ka asnjë lidhje kohore me këtë. E kemi quajtur dhe vazhdojmë ta quajmë Garibaldin. Nuk ka lidhje me Garibaldin. Kur Garibaldi vijon përpjekjet e tij për pavarësi, luftat e tija, Marubi kishte një kret jetë tjetër në Shqipëri. Libri përfshin gjithashtu një rishikim kritik të rolit Marubit në artin pamor shqiptar, duke paraqitur atë më shumë se një fotograf, si arkitekt, piktor, mësues dhe vizionar, që solli një formë të re të parit në shoqërinë shqiptare të kohës. Ky libër, tashmë i dalë në botim, pritet të jetë një referencë rëndësishme edhe për studiuesit e historisë së artit, fotografisë dhe trashëgimisë kulturore shqiptare.